Në mjediset e Këshillit të Qarkut Shkodër mori zyrtarisht jetë implementimi i projektit Smart Mober në territorin e Bashkisë së Shkodrës. Projekti pjesë e iniciative rajonale që përfshin 7 vende në rajonin Adriatiko-Jonian synon të sjellë Shkodrën në standardet më të mira europiane për menaxhimin e trafikut dhe cilësinë e mjedisit. Aktmarrëveshja u nënshkrua nga kryetari Edmond Dou, nënkryetari i Bashkisë Alban Preka dhe përfaqësuesi i Kompanisë së Transportit Publik Melidion Dervishi në praninë e përfaqësuesve të Ministrisë së Transportit si dhe kompanive të tjera që operojnë në territor. Në fjalën e tij Dou cilësoi një hap të rëndësishëm këtë që po hidhet, që i bashkohet punës së nisur më herët nga Bashkia me finalizimin e planit të mobilitetit të Shkodrës. Një hap shumë i rëndësishëm drejt një modeli më efikas, më të qëndrueshëm dhe bashkëkohor për menaxhimin e mobilitetit urban. Në qendër të ndërhyrjes në Shkodër do vendosin një sistem digital monitorimi, i cili do të ofrojë të dhëna të sakta dhe në kohë reale për fluksin e trafikut dhe ndotjet që ai shkakton. Ky sistem nuk është një teknologji sa për statistik, por një instrument konkret për vendimarrje të informuar që do t'i jap institucioneve tona mundësinë të planifikojnë në mënyrë sa më efikase dhe të orientuar drejt interesit publik. Ky projekt nuk ka për qëllim të zëvendësojë planin e mobilitetit të Bashkisë Shkodër, ai do shtojë një vlerë inteligjente mbi të, duke forcuar segmentin e transportit publik me mjete moderne të analizës dhe menaxhimit. Synimi ynë është i qartë, të krijojmë një qytet ku transporti publik, bicikleta, ecja, të jenë zgjedhja e parë dhe praktike për çdo qytetar. Kjo kërkon përfshirje, koordinim, besim të ndërsjellë mes institucioneve, operatorëve dhe komunitetit. Në shkrimin e kësaj marrëveshje, bashkëpunimi ndërmjet Bashkisë Shkodër dhe Këshillit të Qarkut përbën për zbatimin e projektit Smart Mober, përbën një hap domethënës drejt modernizimit të shërbimeve publike në qytetin tonë, në veçantë në sektorin shërbimit urban, transportit urban. Vendosja e pajisjeve digjitale dhe mbledhja e dhënave në kohë reale do të na mundsojë që të marrim vendime më të sakta, më të drejta dhe më të orientuara drejt nevojave konkrete të qytetarëve. Ne vlerësojmë thellësisht rolin teknik të Këshillit të Qarkut dhe mbështetjen e partnerëve ndërkombëtar. Dhe jemi të bindur se ky bashkëpunim do të sjellë rezultate konkrete e të mëtejshme për komunitetin tonë. E shohim këtë projekt si një fillimin e një etape të re të transportit publik, ku nuk është thjesht një alternativë, por zgjidhja e duhur për një qytet bashkëkohor dhe ekologjik, siç i ka hije Shkodrës. Autoritetet nënvizuan rëndësinë e përfshirjes aktive të qytetarëve në këtë proces, duke bërë lëvizjen në këmbë, biçikletë dhe transport publik, jo vetëm alternativë, por edhe zgjidhje kryesore. Kjo do të shërbejë si model për bashkitë të tjera shqiptare që kërkojnë të nisin rrugën drejt mobilitetit smart, forcimin e kapaciteteve institucionale për monitorim të vazhdueshëm dhe vendimarrje të bazuar në të dhëna, si dhe mbështetje për politikat kombëtare për transport të qëndrueshëm dhe integrimin e sistemeve të transportit inteligjent. Tani mobilitetit pak në Shkodrën them që do t'i kushtoni që më tepër rëndësi transportit me autobus, qoftë investime për ta ndihmuar autobus, qoftë me subvencion, qoftë edhe me të dhëna të tjera, sepse transporti me autobus kolektiv është i vetmi kyç i cili mund t'i zbresi shoferët nga vetura, autobus, nuk mund t'i kthesh direkt nga autobusi t'i zbresish biçikletë, është e pamundur. Projekti që zbatohet për Shqipërinë në kryeqendrën e Veriut synon ta kthejë Shkodrën në një qytet model për mobilitetin e zgjuar urban.